Faleminderit shumë që çdo të diel jeni me emisionin ton në ora 16 me të gjithë të ftuarit e materialet tona që përgatisim çdo herë. Të dielën emisionin Familja Jon e nisi me shtëpitë unike të lagjës Vargu i Blert në Pozhegu Brothers. Në pjesën e dytë kemi rrëfimin emocional, por shumë motivues të gazetarit Labinot Azemi. Kur ka qenë ajo mosha që ti ke në një kohë kur e ke dallu që njerëz po të shikojnë me një shikim ndryshe për shkak gjendjes tënde të jashtme. Bilet më kujtojnë që edhe mësuesit të cilën unë e kam pas nuk ka që ka marrë një hap të rëndësishëm me votë. Ndoshta e ka marrë si shaka, po te unë ka lënë gjurmë shumë të mëdha. Njeriu më i rëndësishëm, gjithçka që ka mendoj që ka marrë prej saj, gjithçka që unë edhe sot jam ky, janë meritat e saj, vjen keq që nuk mund ta prim edhe një herë me përqafë edhe me pa, edhe me pa që jam shumë mirë. A gjithë sa shumë ish e dhemshme me hedhë dhejmë mbi trupin e njeriu që ti don më shumë ti. Tashti unë e di që edhe kjo pjesë do diskutu shumë, o fol shumë, jam për fol shumë. Po, më shumë se sa që unë ja du të mirën vetës, nuk e besoj që ja do në dikush tjetër. Cila është fjala që të ka ngulit në kokë, që të ka lëndu më shumë ti prej kësaj periudhe? Takimi me Zotin 5 herë në ditë, për mua është shumë i rëndësishëm, ku 3 sene që kam unë ja tham atij. Në rubrikën e kuzhinës, nutricionistja Albulena Shabani Ilazi na sjell pijen magjike të gjelbër për forcimin e imunitetit. Përzgjedh spirulinën edhe mi jep vlerë edhe ngjyrë të pas parasysh se si alkë vetit e saj që i ka, më thënë përmban shumë minerale, vitamina. Në bllokun e 4 sjellim këshillat mjekësore nga Pinea Medical Center. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Poliklinika Da Vinci, Royal Imaging Center.